në Z këndohen të gjitha këngët në Z. Po nuk shkojnë, po të këndohen. Për shembull, po të shkosh të shohësh Blowing in the Wind, Wind of Change, ai nuk thot asgjë gjë, po vetëm se mesazhi i këngës është jashtëzakonisht i madh sepse thot ne erdhëm, ai ka thënë lideri i Skorpionsave kur shkon në Si e ka ky Kiske. Si e ka këmë nëse mos i merr se me emra tash i fillojnë me kollakatën. Edhe i ngel hatri aty do thotë s'keni faj ju. Tash kur shkojnë në San Petersburg e dhan koncertin apo në Moskë. Në Moskë, ku e dhan koncertin e parë? Në Moskë. Nuk e kam ide. Kur shkon në Bashkimin Sovjetik, ai doli përpara njerëzve. Skorpionët janë grup gjerman. Dhe bëri një deklaracion, edhe tash që e kujtoj më ngjethet mishi sepse është domethënë e ka të gjithë madhështinë brenda. Tha, ne gjermanët tash hera dytë që po vim këtu, tha. Herën e parë, tha, 40 vjet përpara kemi ardhur me tanke. Sot po vim me kitara. Mjafton ky mesazhi, nuk kene ky është no comment, është mesazh no comment. Nuk ka çfarë të komentosh më shumë. Dhe ai në këngë thotë që kjo era e ndryshimit është në ajër, thotë se edhe fëmijët në gjume po e ndjejnë, po rriten me erën e ndryshimit. Është mesazh shumë i madh. Sikur ai mesazh të kishte shkuar në destinacion, sot nuk do ishim në këto situata që jemi. Pra, madhështia e këtyre këngëve është pikërisht kjo. Këtu ka ndodhur një fenomen, për shembull duhet flas po me që jemi ke mesazhi i këngëve, që në vitin 1970, festivali 11 i këngës në radio televizion që është bërë tërkus nga gjithë, çka ka ndodhur festivali si masmeje. Në festivalin 11. Nuk është se në festivalin 11 kishte këngë moderne dhe apo veshje moderne, se këngë po kaq moderne kishte edhe festivali 10. Po të hyni të kërkoni, festivali 9. Po këngë. Por në festivalin 10, në festivalin 11 ndodhi një gjë që unë se marr vesh pse nuk komentohet kjo, ose për ata që merren me këpo s'ka rëndësi. U vendos një, përveç juri, si themi ne, juri, themi, nuk e me ne në kavaj themi zhuri, se kemi me zhë. Artistike, u vendos dhe një zhuri e jashtme, që ishin studentët e universitetit, pra kishte 2 zhuri, si sot ndodhe rëndom që është njësje, dhe pastaj televotimi. Ai televotimi është mashtrimi më i madh i mundshëm, si mas me. Se nuk votojnë realishtë? Urdhë? Nuk votojnë realishtë? Edhe mund votojnë. Edhe mund. Pra, po gjë me siguri nuk themi dot. Vera shpesh bëhet edhe nga rushi. Për shembull, po them. Tash kjo juria që ishin studentët e universitetit, kuptohet shija e rinisë, se këtu është gjithë kjo, ky që besoj kam përshtypjen nuk se kënga që do fitonte ishte kishin zgjedhur këto artistikë, kishin zgjedhur Natë në Tiranë, siç ishte një këngë kafe flora bura plota, një këngë këtij lloji. Në atë festival ishte edhe një këngë që e këndonte Tonin Tërshana, Pranvera. Po. E ke parasysh? Po. Pranvera. Në tekstin e Pranverës thuhet që një shok po më thoshte po vjen Pranvera, po unë dola pa shundrë dhe pastaj e kuptova që erdhi Pranvera. Këtë këngën e votun rinia, universiteti, erdhi Pranvera. Mirë po, mos harrojmë që ishte periudha direkt mbas revolucionit kulturor të 68-s. Në Francë në Summertime of Love. Edhe revolucioni seksual, po themi. Po. Dhe studentët votuan, edhe ajo kënga fitoi festivalin. Pa prit mas dikush i mençur. Në udhëheqje. U kujtua tha, ore, po 1 minutë për cilën Pranvera kanë fjalën, dhe ç'është kjo ky votuan për kë, po kitha që këndonte për kë Pranvera ka fjalën. Dhe pastaj ran modernizmi, rinia, degenerimi, s'kishte lidhje degenerimi fare, ishte Pranvera, Pranvera ishte shpresa. Pra këto janë këngët e mëdha. Ishte mesazhi politik në thelb, jo degenerimi. Po, mesazhi politik në thelb. Pra, unë mendoj që nuk është dhe aq harmonia ku di unë këngët, 7 nota janë, do re mi fa sol la si. I Muddy Waters ka thënë, apo njëri nga këta ka thënë nota në vetveten nuk ka vlerë, vlerën e jep nota që vjen më mrapa. Ajo i jep vlerën kësaj që iku, se ajo është o dorë, po kjo që vjen më ky kombinimi, pra ky mesazhi, kënga këtu e ka fuqinë sipas me mesazhi që vjen është ajo me çfarë lidhet, çfarë ku e vën ganshën për tu kap. Dhe ka ndodhur për shembull janë këngë të cilat janë bërë për shembull Respect e Rita Franklin.
u bë leitmotivi i revolucionit të grave, i liris grave në Amerikë. Po. Kënga You Will Never Walk Alone është bërë kënga e tifozëve të Liverpoolit edhe të Gjenovas. Mi po ky është mesazh shumë i madh, You Will Never Walk Alone, s'ke për të ngel herë vetëm gjersa ne jemi këtu. Pra, ti gjen një shpresë, këto janë mesazhet. Jam munduar që në këtë emision, pikërisht këto mesazhe të këtyre këngëve, të këtyre artistëve, ti përcjell dhe unë, ose siç është Folsom Prison Blues e Johnny Cash për shembull, ka një mesazh shumë të madh, ai është penduar, ai ka vrarë, ka hyrë në burg, dhe atje në burg një gjot trenin që ecën, që treni në këtë rast është personifikimi i lirisë, dhe mendon që mund të ishte edhe unë këtë trenin, po unë vrava burrën e huaj, kot po burrë, vrava tjetrin në burg dhe tash po vdes këtu. Vetëm për ta parë si vdiste. Vetëm për ta parë si vdiste. Një njeri. Domethënë është mesazh, po, fiks. Vetëm për të parë se si vdisën sytë e mi, ta shifja njeriu të vdek. Pra këto janë mesazhe, apo siç është kjo kënga e lulkuqeve, që është kjo që thotë dy ushtarët ballë për ballë njëri tjetrit, Campo Papaveri Rossi e De Andres është kënga, që thotë gjeta përpara atë, edhe ai si unë thoshte busjeqe kështu, po s'kishte vesh të njëjtën uniformë. Edhe e vrava, thoshte. Ose unë po mendoja, thoshte, ta vras, po s'ta vras, ai s'pati të njëjtën dashamirësi, ai vrau. Edhe i thotë nënës u po iki tash dhe kamera dhe qarë Mile Papaveri Rossi që po pra iku. Këto janë mesazhet që njeriu. Mesazhe shumë të forta, mesazhe universale. Universale që njeriu thotë ore prit po se vdekja nuk qe ka shaka. Tani se është mbase për të sqaruar pse zgjidhni në këtë kohë këtë lloj emisioni. Mendoni më shumë për nevojën që sot shoqëria shqiptare ka për të dëgjuar lidhur me gjitha ato që mbase ne i përjetojmë çdo ditë, po i kalojmë kështu. Hajt mos e ndodhi edhe sot. Ne e para punës, sepse kemi qef të rim me njëri tjetrin, dhe të diskutojmë të njëjtat gjëra me njëri tjetrin, sepse mendoj dhe e them me plot gojë, ndoshta që kemi të njëjtat mendime, të njëjtën kënd. Bëjmë atë që na pëlqen. Të bëjmë atë që na pëlqen. Domethënë njeriu. Besoj që keni të njëjtat mendime, se ndryshe do ishit kundërshtuar në një pikë apo në një tjetër sot. Shiko, njeriu unë hyke njerëzit me fat, në kuptimin e mirë të fjalës, se kur në jetë nuk kam punuar, jo se s'kam punuar, po sepse kam bërë atë punë që më pëlqen. Dhe e kam bërë kur kam pasur qef, unë me gjithë dëshirën, po nuk më ka ra me punu, sepse ka qenë pjesë e qefit. Domethënë, të thush dashuria është punë, nuk e thull dot. Pavarësisht se ti e po dashuria është qef. Dashuria në kuptimin e të tjera. Në kuptim të keq, nuk besoj të keq. Por në këtë periudhë që po flas në përgjithësi, më merr ca radio çfarë të dush ti. Po. Panele çfarë të dush ti, televizor çfarë dush ti. Çfarë bëhet në këtë, çfarë transmet, çfarë modeli po na sillet. Çfarë modeli po i sjellin njerëzve përpara, çfarë po i thon. Mirë, ju dilni këtu, se ju jeni pacip, dilni thoni merr lexo libra. Jeni çmen. Mirë, dilni këtu thoni merr shif filma, jeni çmen. Po rrjetet sociale o burr, ku i çoni rrjetet, e kupton ne sot. Ju sillni një mesazh për lexu libra, unë po sill një mesazh për të dëgjuar muzikë dhe për të kuptuar. Ti sill një mesazh që shkoni shihni një film burr, kulturoni. Sepse po vim ke dita sot që për fat të keq, analfabetët dinë edhe të lexojnë. Ktu maro puna. Dinë të lexojnë, dinë marrin në rrjetet, domethënë rrjetet sociale i kanë dhënë të drejtën çdo lloj hajvani në këtë botë, pa as më të voglën qartë. Ti japi mendimin e vet, pritë valla kush je ti? Ç'e mendim? Në Kinë morët vesh çka ka ndodhur? Po ndalohet flasësh për ndalohet kur si e ekspert. Hapi drejt, në fakt. Ka një problem, Ai po e bën për arsye politike atë. Ai ta bëj për çfarë doj. E rëndësishme është në Kinë u vendos me ligj. Në rrjetet sociale këto influencer, quhen këto influencer është fjalë, influenceri është lider i një mentaliteti.
është fjalë e madhe influencer, që dalin dhe flasin për ju hoqi të drejtën influenceri nuk mund të flasë për gjëra që nuk është kompetent. Që nuk ka studiuar, që nuk ka një. Po e di kush problemi këtu? Problemi është se do me fol ti për diçka që qëndron, s'flet dot. Pra digjet I njohim me të thatin në këtë rast. Shiko, janë aq shumë të thatë sa di janë edhe ca të njohur. Ta pyes pagenin, çfarë mendon për shembull, ose më saktë si ndihesh kur ti sheh një video që del në rrjetet sociale, se besoj nuk I ke shpëtuar këtij scrollit që ne bëjmë çdo herë, scroll siç do thonin ka vaj mandi. Kur sheh di këtë të flasë. Ishte kur bëni scroll? Ja. Më që mos ja prestave do të tregoj gjë të bukur për këtë. Kur shet dikoj që nuk ka formim në muzikë, të flas për muzikën. Po çfarë të bëjmë heqjat e video, si t'ja bëj tjetër? A nuk vjen pak inat? Po s'ka më punë inati, se këto personazhe janë bërë me shumicë tash, që dalin dhe flasin. S'kemë kujt I mbash inat përpara. Që e heq ose thjesht nuk e shikoj. Unë nuk e dëgjoj fare. Tani na mbetet neve në dorë, në këtë botë kaq diverse, të zgjedhim çfarë do shohim, çfarë s'do shohim, edhe kujt I besojmë apo jo. Duke ju referuar ca eksperiencave të kaluara, domethënë sot është quhesh njeri I madh, eloquent, nëse del dhe thua atë që thoshte Hysén Akani, rrafmet pas edhe nderuar qoftë, që për t'ju shpjeguar ca njerëz që nuk ja shpjegonte dot për çfarë ne ishim aty. Atëherë gjeti një formë për t'ia shpjeguar dhe I tha shiko, tha ne jemi grupi I fekundimit bilateral, thotë kemi ardhur për një inspektim kontemporan të gjithë kësaj zonës le, vetë shokun dha ata hutun. Mirë po, kjo gjë nuk mund të ndodhi vazhdimisht dhe sot në 2025 që del një dhe thot sa fjalë, një kombinim fjalësh pa sens, që ti thu fillon kërkon në përshpi I ke pi ilaçet apo si vetë shef datën e skadencës se del gruaja huaj tash ti pa dash ti bi një dhe del dhe thot mundësia për ta bërë këtë më mundur, kjo mundësi tash për të bërë pa mundur, kjo ne duhet bëjmë të pa mundur që kjo të bëhet e mundur. Edhe ti I thu nga vaj themi mbaja dorën. What? Dhe vëdhe dorën ke veshit dhe I thu what? Qa po thumë? Tash kjo gjëja për mua duhet ndalohet me ligj. Ky fenomeni duhet ndalohet me ligj siç e bën ata. Do thosh ti është e gabuar sepse. Po pse çfarë I bëni hoqën të drejtë në fjalës çfarë ndërhyn ke liria njeriu. Nëse do ta bësh shkollë specializohu, merr një formim të caktuar edhe dil pastaj edhe jep mend në internet. E parë me sytë e mi në një panel në një televizion që studenti me doktor tjetra ishte doktoresh, mjeke doktoresh e kishte thirrur për këshilla praktike. Kjo është pa hequr as impresje. Dhe një telefonuesi që I thoshte kjo ishte mjeke për syta për veshët apo diçka e tillë, ku nuk e di. Po parashikoj se çfarë mund të vijë. Jo, ai fliste për mushkrit. Dhe kjo I thotë dëgjoj thotë për këtë thotë shikoj unë nuk t'i jap dot përgjigje me të drejtë. Por për këtë thotë duhet shkosh të vizitohesh te një pneumonolog. Më lujti koka se më dole shumë gërma brenda. Thash mund ta kem një gjukabim kush e di lapsus. Nuk kalon 2 minuta dhe kjo ja përsi thash pra tha për këtë të duhet shkoni të vizitoni të konsultoni me pneumonologun. Tash një doktoresh që ka marrë mjekësinë, që ka marrë licencën, që është betuar dhe ka thënë unë jetën e tjetër për jetën e tjetrit jap jetën time se kështu edhe Hipokratit dhe ka thënë këtë dhe këtë del dhe më thua pneumonolog për mjekun pneumolog tash. Po mbase e ka me faktin që mjeku në vizitën e parë do t'i mbaj monolog atij pacientit. Ajo nuk e di se ku e ka pas. Monolog me frym, pneuma, pneuma është frym nga greqishtja, kështu që mund të jetë edhe zanati I ri. Monologu I frymës. Përpara se ta mbyllim, unë dua të bëj edhe një pyetje të fundit Enit. Eni, nga pikpamja e realizimit të këngëve. Tani ti je artist shumë I mirë edhe nuk besoj që ke ndonjë problem të natyrës teknike, por disa këngë mund të jenë ndoshta më të vështira për të realizuar për shkak të instrumentave. Nuk e di se nuk dua të hy. Po ne kemi për shtat, ti flet për emisionin që kemi. Për emisionin gjithmonë. Ne kemi për shtat akustik, sido që të jetë. I keni për shtat në version akustik. Okej. Për shtat Johnny B. Good, do patjetër duhet me vegla, po ne jemi mundu ta sjellim më shumë. Te Johnny B. Good janë gitarat elektrike, gitarat janë bas, bateria patjetër se është kulmi rock and roll që kemi bë. Qartë.
Është ndryshe. Për të gjithë ju që po na ndiqni, mos harroni çdo të hënë orën 9 mëngjesit këtu në valët e Radio Sol, por edhe në YouTube vjen mesazhi i yjeve me Armand Xhulin, Einar Nelkun, Sokol Shehun edhe Bled Seikon. Tani do na bëjnë edhe neve një lexim. Fati i mirë është që jemi të dy peshore, kështu që s'ka nevojë përveç se ascendenti mund ndryshoj deri diku. Po. Ju falenderojmë shumë që ishit në Kinotek, shumë kënaqësi. Shumë faleminderit edhe shikoj qefi më i madh është që do ritakohemi dhe do takohemi kur të ritakohemi do ritakohemi shumë më shpesh për faktin që jemi të gjithë në një vend. Po. Radio Sol. Jo, po shiko, pse është vu Sol? Ka lidhje me diellin apo ka lidhje me notën muzikore apo me të gjitha Ka bashkë? lidhje edhe me diellin, se është e verdh, ka lidhje edhe me Chelsea Sol që ja e ka aty mbras. Mesazhi, pra është edhe ky një Edhe mesazh. muzika, po. Është Atëherë all pse- inclusive, si do thonin kavaja, themi edhe një. Një gjë kështu bë për herë kjo? Apo kësaj radhe? Shumë faleminderit jena ftuat. Po prit, një sekond. Çfarë ishte? Tashi i sugjeruam gjitha muzikën e mirë, po na e sugjerove ti Eni, librat na i sugjeroi Viola, të sugjeroj dhe unë një film që ta kompletojmë, Që të kompletosh mesazhin, të kompletoj mesazhin, po. edhe modelin. Edhe modelin patjetër. Bravo. Për gjithë ju që nuk dini si të kaloni jo vetëm fundjavën, po duke nisur nga nesër, në kinema Cineplex vjen Kazerma, një film, një prodhim shqiptar me regji të Gjosli Ramës dhe me një kast aktorësh shumë të mirë. Ju mund t'i njihni, disa të tjerët do t'i shijoni në kinema. Gert Fera, Gentian Zenelaj, Fioralba Ponari, Rudina Dembacaj, Ikli Zarka, Artemisa Kusi, Enisa Hysa, Arber Aliaj dhe Turian Hysko. Po për çfarë flet Kazerma? Shkurtimisht, në një reality show, një film për një reality show të pamëshirshëm me temë ushtarake, një grup konkurrentësh, secili me plagët, ambicjet dhe sekretet e veta të fshehura, janë të mbyllur brenda kazermave në nënvështrimin e ftohtë të një ekipi prodhimi, pra të një produksioni që llogarit në mënyrë të pamëshirshme. Në qendër qëndron Fredi, një kampion i rënë i realitetit i ngarkuar nga borxhet, hallet, humbjet personale e të tjera, i cili kthehet duke shpresuar të rimarrë jetën dhe familjen e tij. Po çfarë do të ndodhë aty? Ndiqeni. Nga nesër 20 nëntor në Kinema Cineplex vjen Kazerma me regji të Gjosli Ramës. Dhe tani përmandin edhe për Enin, bileta dyshe për secilin. Një bilet dyshe. Janë me emra? Jo, Atëherë shkojmë me këtë janë duam. pa emra, me Mund të shkoni me këtë doni. janë pa emra dhe pa datë. Pra Me këtë doni, dhe kur të doni. Vlen edhe për stadium jo. Jo, për në pas stadium ka jo. shumë opsione, kur të duhet si të. Faleminderit shumë kënaqësi edhe Aq një më tepër herë. që bëhet fjalë për Gjosli Ramën, që sipas meje është djalë me shumë talent, që vjen nga një familje artistësh dhe shpresoj që ta ndjekë këtë rrugë deri në fund. Gjosli më pëlqen. Ti e njeh Gjoslin? Mishën e njeh? Po. Është djali i Mishës. E përshëndesim Gjoslin.